sulmet kibernetike sot janë ndër rreziqet me rritje më të shpejtë në nivel global. Raportet ndërkombëtare në mënyrë konsistente tregojnë se sulmet ransomware, phishing, si dhe vjedhja e kredencialeve vazhdojnë të rriten nga vit në vit, duke shkaktuar dëme me miliarda euro dhe duke i prekur institucionet publike, kompanitë private, por edhe vetë qytetarët. Programi i trajnimeve që po lansojmë sot synon pikërisht pra forcimin e këtij dimensioni njerëzor të sigurisë kibernetike. Programi ofron një uri bazike, por edhe praktike për shërbyesit civil në përgjithësi, por edhe me module të veçanta për menaxherët në administratën publike. No digital system can be secure without skilled professionals who understand risks, protect sensitive information, and respond effectively to evolving threats. Civil servants play a central role in this effort, as they are the guardians of public trust and increasingly digital administration. This is why investing in people, skills, and knowledge is essential. Through this program, Luxembourg has supported Kosovo Institute for Public Administration, KIPA, in developing a comprehensive online cybersecurity training program, tailored to the needs of Kosovo institutions, public and public administration. It will equip civil servants across Kosovo with practical skills to strengthen data protection. Gjithherë më shumë edhe secili në punë civil, gjithherë më shumë vihet më shumë në rrezik, për shkak se pajisjet tona gjithherë më tepër bëhen të qasshme nga palë të treta e në forma të ndryshme. Në fakt, mbi 15.000 në punë civil, çdo ditë më shumë ekspozohen ndaj rreziqeve të tilla e si rezultat gjithë ne barabar dalim para atyre rreziqeve, sepse në fundit jemi qytetarë të së njëjtës republikë edhe ballafaqohemi me të njëjtin problem. Kështu që për të provuar me eliminu këtë lloj të problemit edhe për me provuar me eliminu problemet të ngjashme me ata se sa po u ballafaqu pak minuta më herët, ne kemi dizajnuar trajnimin për siguri kibernetike, i cili trajnim ka 3 shtylla kryesore, ka trajnimin për në punën civil, trajnimin për vendimarrës dhe trajnimin për trajner, ku në fund gjithë marrin gjithashtu edhe certifikatën zyrtare.